Apeli i gjykatës së posaçme ka marrë sot vendimin lidhur me ankimimin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për masën e sigurisë arrest me burg. Në përfundim të seancës, avokati Maks Haxhia u shpreh se organi i akuzës nuk paraqiti asnjë provë të re, ndërsa tha se shpreson që të jetë gjykata e lartë ajo që të vendos për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj Veliajt. Sipas tij, arresti me burg është një masë absurde, kur subjekti i saj është person që është zgjedhur 3 herë nga qytetarët si kryetar bashkie. Prokuroria nuk solli asnjë provë të re. Masa e tillë një absurditet që ndodh vetëm në Shqipëri, aq më tepër për vepra të tilla që nuk kanë rrezikshmëri. Nuk mund të vendoset një masë e tillë për një kryebashkiak të zgjedhur 3 herë dhe ti thuash je i rrezikshëm. Rrezikshmëria është e lidhur me mundshmërinë për të kryer vepra të tjera të rrezikshme penale që dëmtojnë jetën dhe shëndetin e dikujt. Presim të ndodhë ndonjë çudi në gjykatën e lartë dhe të pranohet kërkesa për masën e sigurisë, thot avokati. Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi të lërë në qeli kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, pavarësisht se avokatët e këtij të fundit bën mbrojtjen duke kundërshtuar provat që SPAK pretendon se i ka të reja. Asgjë nuk e bëri trupën gjykuese të ndryshonte vendim. Edhe një ditë më parë, Veliaj u përball në sallën e gjyqit me prokurorët Altin Dumani dhe Olz Dado.